Mirë se erdhët në një tjetër episod podcastit Flasim. Shumë dje me vajza të reja, kur u nisën nga Shqipëria për të ardhur në Angli, kishin shpresën e madhe për të bërë dikushi. Dhe për të bërë dikushi duhet kishe, po zanafilla ishte shumë e vështirë për atë, duhet kishe shumë gjëra. Dhe shumë prej tyre erdhen pa gjuhë, pa një zanat mirëfillt, por duke para dritën në fund tunelit, ato i dhanë forcë vetit dhe i dhanë forcë dhe hecën shumë përpara dhe sot shumë prej tyre drejtojnë kompani dhe biznese me të punësuar me qindra vet, shqiptara dhe të huaj, dhe asnjëherë nuk e harruan asnjëherë se nga vinë dhe prej nga dhe ku po shkojnë. Dhe këtu kam një zotëri, një person, unë s'kam qef me i thonë me titull, po një çun i ri, që drejton një kompani shumë të suksesshme security dhe quhet GD Security Company. Përveç se drejton atë kompani dhe ka shumë të punësuar, ky djali është një baba i mirë, është një familjar i rregullt, por është edhe një patriot nga ato patriot me të madhe, që çfarë që flitet për çështjet shqiptare, qoftë politike, qoftë mediatike, është i pari dhe angazhohet me gjithë kompaninë e tij në të gjitha aktivitetet e komunitetit shqiptar, sa herë ato e kërkojnë, pa asnjë lloj interesi, dhe përveç këtyre ka dhe një humanizëm të theksuar, dhe kur i sheh njerëzit në nevojë, me aq mundësi sa ka, mundohet t'i ndihmojë edhe financiarisht, por edhe moralisht. Dhe përveç kompanisë GD Security, që ka detyrat e vete specifike, ku është angazhuar në disa pube në qendër të Londrës, që dihet aty që ka të bëjë me shumë njerëz dhe duhet të jesh shumë profesional, detyra specifike të GD kompanisë janë edhe ruajtja e disa njerëzve shumë të rëndësishëm nga mbar bota, siç janë nga fushat e artit, të kulturës, biznesmen, milionira, familjarët e tyre, të afërmit e tyre, dhe është një përgjegjësi shumë më e madhe dhe GD Security e ka arrit me të gjitha forcat dhe e kemi pa edhe në media dhe gjithkund. Pikërisht për këto gjëra dhe sukseset e tij, dhe është Gentian Dedej, një dursak, po edhe një djalë i sakrificave dhe i humanizmit. Mirë se erdhe Gent, dhe faleminderit që ju bëre pjesë e emisionit Flasim. Kënaqësia ime që bëhen pjesë e emisionit tuaj Flasim. Jam shumë mirënjohur, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve, po ta fillojmë si një bisedë shumë të thjeshtë dhe kush është Gent Dedej? Dhe si ishte ajo zanafilla e parë kur erdhe këtu në këtë vend, domethënë në Angli, domethënë a kishe mbështetje, a kishe përkraje, apo më mirë na dërgo vetë? Si gjithë emigrantët e tjerë, më shumë vujtje, shumë sakrifice, që lanë familjet tonë mbrapa në Shqipëri. Baballarët, nanat dhe familjarët tonë. Më shumë vujtje arritëm këtu, po më në fund arritëm. Cilat janë ato biznes, ajo fillimi i parë, punët e parë, ose më mirë me thonë, fillimi i parë ka qenë shumë i vështirë për ne. Jo për ne, jo për mua si Gent, por për shumë shqiptarë, që ishim shqiptarët e parë dhe ishim pak. S'njihnin gjuhën angleze. Nuk njihnin gjëra të tjera më radh, me fjalë s'kishte kush na. Gjuha angleze ka qenë problemi i parë i gjithë shqiptarëve. Pa, jo ka qenë edhe një zanat i mirëfillt. Kemi qenë shumë pak, vitet që kanë marrë ka qenë shumë pak shqiptarët në Angli, pastaj mbrapa kanë shumë, por vështirësitë kanë qenë shumë të vështira. Me sa më men në anglisht. Me sa më ose në bisedat që kemi bërë parë, ke pas në fillim lavazh. Po kam pas. Do të thonë si gjithë shqiptarët në atë kohë, si gjithë shqiptarët do të Shqipërisë apo të Kosovës, shqiptarët tonë të Kosovës që hapnin lavazhe, më lindi ide pse mos hapnin lavazh.
hapët parin, hapët dytin, hapët tretin, nga pastaj lavazhe. Bravo. Në field Watford dhe Radlet në zonë Dhe sigurisht që kanë hecë mirë, vështirësitë kanë qenë. Vështirësitë ishin shumë të larta. Në sakrificë desa kapën pak vetën. Njerë kishim lek dhe lanim që njerës kishim të rgojnë vërtetën tani mos flasën e fjalë të mëdha, por ja arritëm. Pastaj kur ja arritëm shumë vështirësi kam pas diku ka 8 punëtor, 12 punëtor në punë lavazhe. Po bravo, po kjo do me thonë ta dha Xhanafillin për të fillu këtë, po punën e siguritit, si e fillove? Punën e siguritit kemi punu për kompania angleze. Kemi mësu, kemi pa nga ato, kemi kopju nga ato. Edhe më lindi ide pse mos hapi kompaninë time. Po dakor që e hape, po e ti e thu shumë thjesht, po e ka pas pak punë ajo për mu hap. Shumë vështirësi, po normal, ka pas pak. Që të bësh punë security ke përgjegjësi shumë të madhe. Se çdo milioner që apo vip që ta pyet çtush, a ke probleme çdo milioner thotë jo, s'kam probleme ato. Pa vërtet ato që ata kanë shumë probleme. Sa të bëhen të pasur gjatë rrugës, më fal që a theksa gjatë rrugës, që duke pas edhe pak kënaqësi në biznes me njëri tjetrin, të milionerat, se i them një milioner, thotë më gjeni, thotë më në New York, thotë më s'du bodyguard. Por i rritë dhe më pse na ke marrë një, them janë 8 policë anglez, më fal të Amerikës, edhe 7 bodyguard e nga Londra për çfarë na ke marrë? Po, tha thjesht, ty kemi mbrapa, tha për nuk se kam shumë nevojë për bodyguard. Por realiteti ishte ndryshe, që ka, se po për një klient, këtu në qendër të Londrës ne kemi futur edhe në rrezik. Do dalim aty, mos mi harxho gjithë fishek, po desha të pyesja fillimet e kompanisë security. Sigurisht në përpabe është një përgjegjësi e madhe shumë. Këtë bësh me shtetin, diçka që ndodh do të jep report, do imash gjithë shkruajt me libra, më the tash, pastaj për çdo gjë do ta reportosh. Në incident bukquohet në fjalë libër. Çdo gjë që ndodh keq apo mirë do t'i shkruash. Përgjegjësia shumë e madhe. Po kur ndodhet diçka vjen shteti kompleks do të japsh llogari një për një. Si dash, jo më shumë sa dje që majten. Siç e po, ma thej. Një regjistër. Po si është kjo marrëdhënia e biznesit të securityt me shtetin? Më duket pak shumë e afrueshme, po edhe shumë e largueshme. Sepse prishin pak interesat aty. Punë e securityt është shumë punë përgjegjësi, edhe shteti nuk mos i na përkrash shumë. Ndaj shumë drejta. Po në vjerë robi vjen në thik. Ka njerëz që vinë edhe armë shumë rrallë, se nuk është sa nuk janë shumë të lejueshme si që në Europë, në Shqipëri vuda dje, po ka njerëz që vinë edhe jo më larg sa dje me shisha tim me gjë. Fjala e shtetit thotë që mos i gjuaj, thotë do të jesh i stërvitur që ti ta kapsh, ta kontrollosh fizikisht, edhe ta lëvizësh nga lokali në mënyrën tënde profesionale, të jesh i stërvitur, ta qitesh jashtë pa lëndu. Tu nejt këtu. Pra duhet të jesh them vërtetën, unë ta kam thënë, po edhe unë kam punuar ja 2 vjet security. Okej. Dhe e di se sa pranoj ngulmoj, e di se sa e vështirë, sepse duhet të jesh edhe përgatitur edhe fizikisht, po edhe mentalisht. Normal. Sepse i ndodhesh në situata që sta merr menja se ndodhen. Një situatë të tillë ishte dje. Kishe një kolektiv bodyguardimin i shqiptar i Kosovës. Por më është djalë i ri, jo shumë nuk e kishte eksperiencën time, boks tjerë, i stërvitëm djalë i ri se 3 vjeç. Por mes me lëndu atë kur dashti i gjuaj në shishë të thyrë, unë i voj dorën në shty, por më gjejt mu. Më të shtyt atë ai më gjujti, edhe më çau pa. Jo pak sa ditë, çfarë çel ka. Atë plagën, vetëm që mos lëndoj kolegun tim. Pastaj godita dhon tek herë se i stërvitem jam, elçova pa ndje, po çon cika aja, po du të them që këto janë shumë punë të rrezikshme. Shumë punë përgjegjësi. Fiziku duhet të jetë aty 100%. Se shumë njerëz bëjnë baxhin, duken trupat mëdhaj, se me ta thënë shqipan look at me, po do të jesh shumë i qetë. Edhe në mentalisht. Bodyguardi mirë është të problemin e ne. I keqi me në qaftë të gjithë tjera. Kjo është një pjesë e asaj punës që i bën ti, po që në përpabe, do të thonë ty je përballë me rrezikun non-stop. Rrezikun e kemi non-stop punë. Ja unë për çdo bodyguard që punon në Angli. Po si është kjo marrëdhënia, se duke punuar për kohë gjatë në këtë biznes. Si është kjo marrëdhënia jote me anglezët ose me anglezët në përgjithësi, sepse ti je një shqiptar përballë
disa anglezve. Si është kjo marrëdhënie? Shqiptari e mentohet vullai, kur do që futet shqiptari e mentohet vullai me kulturën angleze. Gjithë shqiptarët edhe kur futen mrena bëhen nishë me angleze, gallata, shaka, mthetash. Kështu që shqiptarët ambientohen shumë shpejt me kulturën angleze. Jo, a e kuptoj, do me thonë, a e nin veten pak inferior ka shi atyne, sepse jo në kuptimin inferior fizik ose po e them se mënyra e shprehurit është ndryshe nga ajo që kemi mësuar ne. Mënyra e shprehurit për të marrë vesh me atë sigur. Jo ndi vetëm më superior se ato, se kemi arrit. Ka shumë shqiptar biznesmenë si puna ime, që e vërtet është kemi arrit më shumë se anglezët, kemi prek mojat. Kjo është vërteta. Bravo. Aja pakica vogël që thonë da Albanians, this and that, që thonë o shqiptarët bëjnë kështu, aja është një pakica vogël që ka çdo komunitet, edhe komuniteti e anglezëve. Se gjërat vogla përshësin dhe anglez, punojnë dhe anglez, si çdo vend i botës. E shoh që e kemi pasion shumë e flet këtë punën e siguritit. Normal. Siguritin e kam pasion. Dhe është gjë e mirë kur e ke punën pasion. A kam pasion sigurisht. Po prap duke u nal këtu, duke u nal prap të siguriti, sa se kjo e babeve është punë e përditshme. Po kjo e VIP-ve, do me thonë që i thonë të në gjuhën letrare, njerëzit me kulturë dhe me këto, aty është përgjithësia ma merr me një 3 fish e 4 fish. Sigurisht. A mund të na tregosh pak se si shumë njerëz mendojnë që po të kesh punë në VIP është lehtë, por problemin e kanë to milionierët, VIP këto që janë në famë të lartë. Se këto bëjnë lekun jo siç mendojnë njerëzit, jo i milioneri i suksesshëm, sa bëjnë lekun edhe si ta gjithë fjalën shqip. Edhe pak kanë pak nëjsimin njëri tjetrin edhe kanë aty problemin. Unë shpesh bëj punë VIP dhe problemi është aty brenda. Unë e kuptoj. Xhelozi ndërmjet një tjetrit. Xhelozi kemi në për bizneset e vogël, pse unë për ty pse ke hapur një studio të mrekullueshëm të bukur që më pëlqen shumë, që erdhë me pasionin tim sot. E jo tjera, ma xhelozi është gjë. Faleminderit. Po prap ndu më në aty, sepse të rrish me një VIP. Shumë njerëz e kanë rrinë me ditë me orë tona për me marrë një firmë. Dhe të rrish fjala vjen me një që do i përmenim edhe më vonë atë, po të rrish po e marr në përgjithësi, me një VIP më duket pak edhe interesante se si mund e njehen veten Genti ose edhe ato që punojnë me Gentin në krahasim me ato. Do me thonë, këto lloj njerëzit, a janë si ne? Janë shumë mirë. Ne mësojmë ata, ne na hapim syt ata se milionierë. Unë mësoj gjëra nga të që nuk i di, them sa mirë që ndrohen, nuk do të më japi lek. Po më thoj se sa mirë që ndodhem afër një milionjer ose një biznesmen, se mësoj shumë gjëra që ne nuk i di, si di as unë as ti as një. Ne mësojmë shumë nga ato. Nuk o vetëm leku. Po kur blen diçka nga ai, kopjon diçka nga ai, kështu vazhdo që je bëhesh biznesmen, se mëson nga ai. A janë komunikueshëm kështu me njerëz? Po komunikueshëm, janë që unë kam shoqërinë një nga njerëzit më të pasur. Nuk kam qef ta them me emër. Jo, s'ka. Për 7 vjet një nga njerëzit më të pasur që është Milan, është trilionjer. Multi bilionjer. Edhe kur më vjen proces, se kam qef ta prek edhe pjesë kur dalim shumë bodyguard, ka shumë bodyguard në vetë edhe nona ti direkt më thirr në telefon. Edhe gini, how are you? I'm good, madam. Çfarë han çuni tani? Çfarë bën? Si çdo prind i pasur për fëmijët e tyre që kanë më marak. Se rrezikimi është i lartë. Do me thonë, keni hyrë deri në familje, në marrëdhëniet edhe familjes. Flas familje, kam shoqëruar nonën, babën, fëmijët e vet, nusën e vet. Edhe vetëm nusën e vet. Besimi maksimum Geni kam qef. Ma shëtish nusën që edhe të ndëzojnë marrë nusën. E vogël, më shumë vogël, 24 vjetër, më kënaqësi më të madhe. A kanë krijuar besim se ma domeni jem djalë që s'bëj gabime. Prap duke ne këtu, cilët janë për kurreshtin edhe të njerëzve, cilët janë, sepse ti je mrena kësaj situate, cilët janë njerëzit më tash po lëm me dëshiru, po njerëzit a janë artistat apo këto milionierat apo kush janë më dashur, më të ose më komunikues. Edhe artistë ka njerëz të mirë, po milionierët nuk flasin shumë, milionierët keep themselves to themselves kur të anglezi. Vetëm rrallë një qonë që e do fort si puna që di sigurite që bëjnë muhabet, a kam arrit edhe të nga i zë bodyguard dhe mërë, po përshin du më në këte i zë bodyguard, që s'dali vetëm në dëtë. Po keq, po rëzikimi i lartë jo nuk është. Po jem shumë i njohur, thot, mos sa dalë të bëjnë
të më afrohen gjithë për fota për kështu se m'njohin. Po them ve ka pele i palsyze, a ne kam rritë të mushmeni një që dil kemi edhe me 2 bodyguarda, edhe vetëm me xhidin. Kupton? A kam rritë edhe. Habitet gjithë familja, ta si e bën ti këtë? Mbaj mend para se di sa ko 2-3 vjet o 1 vjet, sa ka me Snoop Dogg. Po. Si ishte ajo sepse Snoop Dogg është një ndër muzikantët më të fuqishëm Snoop Dogg në mecena është dërsit me lëtë. Se kur kam shoqëruar Snoop Dogg, po, unë si gjë ishte në mecena, kur hi, how are you? Kam marrë të dhëmë hotelit. Shumë bodyguarda të tjerë priçin korridor, shumë priçin në recepsionin, kemi qenë disa. Ishim 6 bodyguarda. Ata qitën 4 në po 6 bodyguarda. Edhe thamë, futu lera ata, i thotë këshilltarët, të lera të futën ndomë, aty u futën brenda vetë. Where you from, man? Thamë, from Albania, thash. Edhe shumë i mirë. I love Albanian people, thotë. Pse e dinte se kush është Shqipëria? Po. E dinte. Po dinte. I love Albanian people. Me shoh me një video që bën edhe flamurin shqiptar. Po, kur më tha që I love Albanian people, sinqerisht më emocionoi. Pastaj kur hypi makinë soi dhe thash, you're a nice guy, thamë. Fillon të bëma beta. Albanian people are lovely people, man. Edhe kur ma bëni flamurin, më duk ma patriot. Ma shqiptar, sa ne shqiptarët. Kur ma bëni flamurin, sa bëni dhe ma bukëshan. Kur a bëni kësha, thash I love Albania. Do me nuk e kishe mësu ti, se edhe njerëzit thonë, jo, e ke mësuar. Absolutisht. Bëj bim, absolutisht fare. Po kështu si njeri, si... Po të flamurin, se njifte flamurin e... Po kështu si njeri, si ishte si njeri. Shumë njeri, folë të shumë njërë më shqiptar. Kam taku shqiptarët në Amerikë. Flamurin e boni vetë pamë, se unë sinqerisht ta them në zemër. Ta e lëvë Albania. Bravo. Më se nëva komplet. Ka ishte gjoja ma shtret për mu. Që s'doj asle, asë i gjo. Po boni flamurin. Prap duke ne te security, sepse kompania jote është ndër më të suksesshme. Po, nuk jam kompania e madhe, se robi duhet me qenë vetveti, jo magini, nuk jam kompania e madhe, po jam shumë i suksesshëm. Po, edhe jam një nga kompanitë më të suksesshme për kontaktet larta në Londër. Jo që ja them me bë reklam. Po kjo është sukses, kompania e security, unë kam kontaktet më të larta. Me sa di unë, nuk je vetëm ti kompani security, po ka edhe tjera. Pikërisht punë. Po duke ne te këtu, a bashkëpunoni ju njëri me tjetrin? Ose ata afrohen ose afrohesh? Kompanit. Kam qef thënë vërtetën. Sepse këtu ka punë të mëdha, jo në për stadiume, jo në për... Kam qef thënë vërtetën, edhe me zgjidhje. Po për këtë jemi këtu. E pa preka si kompani, për respekt për gjithë kompaninë. Po kanë qenë protesta që ka falë Suelen brava me, ka falë gabim me shumë në shqiptarë. Po pra në vetor, në vetor. Foli keq për shqiptarët, unë kam dalë me plot zemrën, ti me shtë shqiptarë, vullnetarët e me stafin tim sa mundsi kam pas. Ata të dalë sa e nevoja për shqiptarët, për vëllezërit dhe motrat tona, unë jam i gatshëm dalë gjithmonë. Ka vjen kjo dashuri? Jo, dalëm i pak të matë. Zemra ime. Jo me tatuazhe në trup, në makinë dhe në shtëpi. Unë ndjej. Pra, e ndjen vetën shqiptare, 24 karat. karat. Ndjej vetën 24 karat, në të jep mundësinë e kontributin tim sa të mundë për komunitetin tim, nëse duhet ndihma ime. Unë kam qenë për smart dhe e kam pa. Ta mbaroj që të lutem, kam që më pyetet ti mua, a bashkëpunim me kompaninë njëri tjetrin. Kur kam kërkuar ndihmë që unë nga kompanitë Kuksian, pa më parasysh, Shkodran atje që kam ndronë dalim atje, më bi kaq bodyguarda, ke mundësi të bizi kaq bodyguarda, edhe ti tjetri kaq bën diçka të bukur për komunitetin ton. Jo vetëm që s'kan dash, por kanë fal me fjalë banale. Mi fjalë dukan po që çam duhet mua, ata fjalë banale që s'du ti prek fare. Mi fjalë unë kam bë punë për shqiptarët, edhe vazhdoj të bëj. Meritën a merr dikush tjetër. Se vjen një nga Shqipëria, mos e kam ka kem mikti. Thu do ikin tam një darkë për qef të restorantit GD Security. Ai nuk më jep meritën mua që dal vullnetar. Po ta jep ty që ke folë shumë keq për shqiptarët. Kjo më prek. E pa drejtë. Pa mos jemi këtu të ne prap jemi pak si të asimilueshëm, do të thonë shqiptari nuk kemi arrit në atë stadin që ne jemi, edhe jam shumë dakord me ty, sinqerisht jam shumë dakord me ty, po akoma se kemi arrit atë stadin e bashkëpunimit. Unë e kam për vete, du ta them këta se s'po rri, më fal që po të marr nga koha jote, po ne jemi pak mëre. Po pse bëhet genti i pasë, po çfarë xhelozie do kemë? Shumë xhelozi. Inshallah bosh. Po pse bëhet hylli i pasë, po mirë gjen, por nuk gjen keq. Shqiptari ka shumë xhelozi për një tjetër, nuk e kuptoj nga vjen kjo.
shumë xhelozi për njëri tjetrin. Gjiti, po du fuqet të komentet kur foli Suela për moment që u fola me ata anglisht e tima, të thyrë, të dopt, aq sa dije, mu më gjikonin. Po unë për shqiptarë dole atë, për më fali fjalë të mirë për komunitetin tim dole atë. A kupton? Shqiptarët fillonin me gjykime. Dhe jo vetëm, s'dole vetëm, morë gjithë punëtojnësit, edhe kemi qenë shumë civila. E majnë në shumë mirë atë moment Kemi qenë shumë bodyguardë civila. Po si ishte marrëdhënia me policin, si ishte marrëdhënia, mund ta di. Policia mu më thonë asnjë nga komuniteti shqiptar që GD Security, thank you very much what you do for Albanian community. Por policia angleza më ka nda veç, shefi policisë dita më ka dhënë dorën sa mirë, e sa djali mirë, sa punëtor që ti mbështet komunitetin tat, edhe shqiptarët duhet marrin shembull gjithë këti punojnë. Bravo. Fjalë që jam erdhi shumë mirë. Po nga tonët s'ma të zonin emrin nuk e fara. Tashti edhe pak do nalemi edhe këtu të përkundrazi, ka pas njerëz nga Veriu nga Trëmboj që janë shtyën falë. Po. Gjoks më gjë, më kush je ti çfarë do ti merr lekët kur unë përkundrazi ishin vullnetar, tash është ndihmë vullnetar. Jo ti merr lek, nuk i mosh të menje. Ishte nga Trëmboj, do botum 5 minuta. Tash o zotëri tash, u dash me zombi fëmit, që unë jam vullnetar, po rri mirë atë. Kupton? Ana ndodhi i pun momente që folnin keq për Edi Ramën, ne dolën për Suela Vërëvan që lidhe kishte Edi Rama aty 2-3 drejtë në tabela. Aty të ka tash më gjëri si policia. Se për momentin nuk kishe kujt çoja kam kap tabelet e kanë dhënë nuj. Ja 3 vetë vetëm ato. Bodyguard kanë qenë në gjyrë tash me tabelat, sa ndrejtën që Edi Rama se çfarë shkruani dhe nuk e di. Ke dikush tjetër thotë hajdo ti diçka që nuk kishte lidhje Edi Rama aty ditë. Kishte dalë për tjetër gjë, s'kisha punë. As Edi Rama as Edi Berishate. Unë ata 3 tabele ka për jota nuj. Bëra gabim se dashta gjop. Nalemi pak këtu te shqiptar. Duke qenë pjesëmarrës dhe duke e pas atë dashurinë tonë që e ki edhe shpreh, a mos kemi do gabime edhe ne si shqiptar? Kemi trim. Sepse po merren pak a shumë me ne. Kemi po nuk i voj faj. Se shqiptari do momenti që ai nuk është tani nuk është as politika, as i gjë s'ka të bëjë as Shqipëria as Edi Rama, se Edi Rama nuk i thot anglis, apo për shteti shqiptar, që i leri ditë futa shqiptar, të vetë ka liru anglezit, të hëjnë shqiptar në dovër, puna tëra më tregeta, apo më gëmone, më qavin e të, se këto kam për të të rrujnë kufin në vetë, të rrujnë Edi Rama, i se kam, më së ndërpret lutëm. Edhe, i fuzin të baletra, pa të një kur tim le më të futëm brenda, i shtetë. Një pakicë vogël shqiptarëve. As një pasi lloj drejta, as edhe dokumenti, çfarë do bëjë? Unë të dërohem çes drog. Unë punoj bodyguard në klaba. Jo të dërohem nga keq, që njëri i keq. Kështu që shteti anglez tyre duhet t'i japi një farë vizë sa do pa vetëm lejen e punës. Mos i japi pasaportën për të çarkullu, për të lëvizur, por t'i japi pak në lejen e punës që ato mos merren me gjëra të keq, me fshida me drog, me shkojnë për shtëpi e mbajnë se nga keqja. Se s'ka shqiptar ti, ne jemi shumë mirë. Nuk ka shqiptar ti. Ne jemi shpirt rovi. Ne na duan fort, na hapën dyrë. Po shikosh i brejt, artistët, milionerat, shqiptarët Kosovës, Shqipërisë ne bëjmë punë më të rëndësishme që shoqërojmë royal familjes. Kjo është e vërteta. Pse na dogon jeta? Do thotë që ne nuk kemi njerëz të keq. Po apo egzagjerojnë pak këto mediat dhe politike. Po shumë. Pse flesh shumë? Them shumë se ne jemi pak. Tha për atë, për krajet sociale që janë to pak familje që mojnë nima. Mos gaboj që 700 veta? Po, 700 veta. Kur indianë janë 70.000. Këto ranë vetë në fjallë të vetë në bravo dhe u bo buje, mu ambode, po fillon i folin në angles. Po kapen me statistika. Shqiptarët janë 700, pse folet për shqiptarët, nuk folet për indian, nuk folet për Pakistan, që janë nga 20.000 që mojnë për kraje sociale nga 7.000, 700 nothing. Taksa ta nuk paguaj shumë taksa. Shumë kompani shqiptare, ka shumë kompani shqiptare që paguaj shumë taksa. Mi fjallë që këta 700 familje nuk e në gjë. Pse si tonë edhe sa familje shqiptare, sa biznesmen të sukseshëm shqiptare ka ato që kanë lavazha, kanë restoranda, në përzone shtrejta. Kanë bar kafe, ndërtimi, kanë papa, kanë klaba, shumë të sukseshëm. Një nga ato është vllai im që është milioner. Bravo. Ka dhe milioner, një nga ato vllai im që është milioner. Asa sa milioner, ka lloj ndryshme milioner, vllai im është milioner. Po. Ka biznesin e vet, ka hotel Airbnb. I ka 6 shtëpia të veta të blema në zonat mira. Pra ka shumë si vllai im, është shumë më lart se vllai im që kanë arrit njerëzit.
Ka ndërë shqiptarë. Pse sunat e që ka biznesmenet sukseshëm, si puna vllajt tim, si puna GD Security apo kompani tjera që kanë 100 punëtorë punë, nga 300 punëtorë punë. A më kupton? Pra që kjo pakic nuk i bot keq shqiptar. So pakicat vogla të tilla ka çdo komunitet. Anglez, irlandez, njerëz me ngjyrë, a më kupton? Kjo si bas pak keq shqiptar, se ne jemi të mirë. Tash po të Po, a ka shqiptar që merren në Bisllëqe? Po, pra ka. Ka ai pakica vogël që nuk kanë dokumentat, të shkretin dhe bëjnë nga halli. Edhe mu po të ma ish pasaportën në shëtësim, edhe unë si të bëjmë pjesë atë e qesë drogë. Sepse shteti anglisht duhet i japi vize që të punojnë. Kjo lepër me dyshiru, sepse ka edhe mënyra tjera, jo vetëm droga. Po ku të shkuaj, unë sa marrë do të punë, unë si kompani nuk e marrë do të punë atë. Sa unë po të marrë punë atë, unë haj gjobë. Gjobë është aktualisht që flasë me kjo, është 16 po këto janë ekstreme, 16 mijë për njeri. Në para një javë kishim kontroll në klub. Në klub indianç, erdhën kontrollon. Po i erdhën mbi 20 të imigracionit, rrethon komplet klubin. Nuk ka gjë, dikush kishte bërë telefonat çdo në emra. Por kontrollat e tilla ka. Nëse kapën 3-4 vet, nga 16.000 pound sa bëjnë. Janë shumë lekë për t'i paguajt gjobën. Kështu që unë kam frikë, unë kam dëshirë t'i ndihmoj shqiptarët, po ku t'i çoj pa dokumenta. Kështu që shteti anglisht do të reflektojë. Jo vetëm me shqiptarët, me gjithë t'i japi lejen e punës. Që ata mos bëhen ki, ata mos thujnë makinën tata, ata mos vinë vjedhën shtëpinë time, por dalin punojnë. Se shqiptarët janë shumë djerë. Kthehemi prapë te GD Security. Po. Me sa di unë ti shoqëron këto personalitetet, qoftë edhe politikës, po edhe politikës angleze. Të artit edhe këto. Nuk i them emra se nuk është. Po, jo, se as më intereson. Po, isha të bëj këtë pyetje. Gjatë bisedave unë i regjistroj gjitha. Ti jo vetëm në Angli, po shkon edhe në vendet ku ato shkojnë. Në Francë, në Amerikë, në Itali, do të thonë i shoqëron edhe në vendet e kjo marrëdhënia, do të thonë në Turqi, në Francë, në New York, gjithë ne kemi. Kjo marrëdhënia, po bëj krahasim. Gjithë isha në Hollandë. Këtë krahasimin, si është ta shoqërosh në një vend jashtë Anglisë me Anglinë? Si është ta shoqërosh? Është më vështirë, është më lehtë? Shumë e vështirë. Sepse ke të bësh me polici tjetër. Shumë e vështirë, për ne siç na përmendet emra për keq, na përmendet edhe për mirë, se të milionierët na duan shumë në shqiptarëve. Se sa ka incidente të vogla të tilla, shqiptari direkt dhe le të bëm, hap gjokë direkt i vrit. A bëj punën me pasion, me vërtet punoj për lek, pa harro lekun momentale i del gjoksit atë përpara, që mund ta vreç, a vret, por nuk të lën. Edhe shumë milionierë kënaqur me shqiptarët. Unë flas edhe për veten time. E kuptoj. Kur kanë pas konflikte të tilla në Bodrum, u bën një paqen në po ishin një shef shumë i madh. Edhe ishin bodyguard të Dubait, ta them nga zemra, të mos ta gëzoj jetën, po gënjeva diçka, ose po të shtova diçka. Kur rrifën në bodyguard ishte sa të bëje 3 agenta, kishte zon bodyguardit cebin e tjetër në krah, edhe u dridh atje. Në shqiptar, 4 shqiptar reflekton. Ju po, dormon do rrafë të bam, futë milionierë mes, ta ka futë mes. Në gjujë, bodyguardet e klubit gjujë me karrikët nuk kanë lënë pak, kemi bërë 4 bodyguardë kështu. Edhe normal që do mundin të shpatë të mes, mundin të kokë, por nuk kanë lënë atë. Pra bëm një kohë trodi milionierit. Di që di djela të gjithë ikin në Dubai, në periudhën gjithë në Dubai, i bërsu bodyguardet e vet edhe tu dal gjë në kapin që kanë puthën kokë. I love you. Angotan, do të them që shqiptarit brenda ta vrash se nuk të bëm rafsh. A harro pjesën që vën për lek, më që në anglisht ose policit ata në Amerikë, tha jo Albanians are real people, they're nice people. Nuk kam 17 policë. Këtë që boti thonë nuk e bëjnë. Se unë shikoj si punët, vetëm marr lekë të vegën fëmijët e mi. Pra që shqiptarët ta jeni shumë të mirë. E futin edhe zemrën, e futi edhe zemrën, edhe mendjen edhe zemrën. Ne fusin edhe zemrën, na mojt, ne kthem nga puna, kthem personal. Ndoshta u vitë pa lekë, po them çka jeti me këtë dajë ku sa ni dalim të keqë spara. Bomi copë, s'ke rrugë tjetër, do të na vraç, që na vraç se për mishë jemi, robë jemi, po nuk të lejmë. Imi fjallet 100% atë. Këto e zavrum pak këtë punën e tash i dalim do probleme, se edhe ne jemi edhe njerëz, Po. Qoftë sa tatuazhe, po ky këtu afër zemrës. Unë i kam gjimë, unë vetëm shqipoj, nuk kam që ndoshta edhe duhet ta boja. Po këtë afër zemrës, kjo kjo që e ke muluçi. Mund ta tregoj? Po patjetër, pse? Po kam, sa tu kam po familjen time, kam veten time, nosën fëmijët e mi. Bravo. Kam po familjen time. Bravo.
unë vetë edhe 3 fëmijët e mi. Bravo. Bjorn, Tian, Amar. I pash me jetë, Zotit i shtoft. Edhe inshallah me i gocë. Se shumë më bëjtë e pyetje pse ki të thua që do më thani kanë familjen time nga mu. Dhe me thonë, s'ka të bojë me punën. Dhe me thonë, këto janë Nuk ka, vetëm me ndjenjën tane personale dhe me... Dhe kishe dëshirë në modë ta vija dhe ta bëj edhe Shqiponjën tatuazh, po vetëm një gjë që shikoj nga kjo Shqiponjë shumë shqiptarë vojnë trup, po nuk e respektojnë. Arsye pse nuk e respektojnë. A ve Shqiponjën ulet afër daja Kuksionit ose Gentit. Afër ti do të pas çeka pas shqiptarët, hajde ulem në lokal tjetër, hajde ikim tërë kategorike matutja. Pse është kjo, pse? Po nuk e di pse ndodh kjo, pëlqeu edhe vajzë që foli Shqipëri, të pëlqeu shumë vajza nga Tirana që ishte Marcela. Edhe ngjoha mendje makinë, kompani që makinë, që kjo është shumë e vërtetë. Unë shikoj gjërat nga afër. Ku shikoj shqiptar, i shtym pas shqiptar tiki matutje. Pse? Pra, komuniteti, se këtë do bësh aty. Nëse ti e vej flamur vend ato që ti je shumë patriot, s'të ka të grash patriot në zemër. Pse i largohesh një vajzë shqiptare ose një çuni shqiptar që çka shqiptar tiki matutje. Këtë sa kuptoj më shpjego. Pra këtu do më dalë te komuniteti, si është komuniteti në përgjithësi shqiptar. Me syrin tanë, si e shef? Komuniteti shqiptar është shumë i mirë, individ kanë arrit mojat, si individ, suksesun, biznes kanë arrit mojat, por kemi një problem të vogël që ja xhelozojmë shumë njëri tjetrin, nuk e respektojmë njëri tjetrin, nuk e ndihmojmë njëri tjetrin. Kur flas nuk e ndihmojmë njëri tjetrin, është një familje për shembull në fshatat e Durrësit apo fshatat e Kukësit, e varfër, po njerëz mlidhen me gjithë, duam njëri tjetrin. Sigur dhe ka 50 pi nga një pont nga një euro, kur kontrabojnë 30.000 shqiptarë, 40.000 shqiptarë, ne ndihmojmë të familjen në nevojë. Sa kemi kaq mundësi. Pra mungon një institucion, që ta bëjë këtë thirrje. Ne e bëjmë këto sa kena mundësi. Sa kemi mundësi. Po duhet jetë një institucion, se ka njerëz në nevojë, ka njerëz të smur, ka njerëz që kanë halle, probleme, dhe kjo më pëlqen te ty, se me ato mundësi unë të njoh, me ato mundësi që keti 2 lekë mi pas shkon e ja jep atij vetë. I them një miku sot, nga Kukësi do gjë do të kemi çfarë do të pim kafe, tash jo se kanë mikimi nga Kukësi të më ka një emision mrekullueshëm, emisioni flasim, tash më ka ftu. Filoni thash po para dhe bërë dhe pim kafe dhe që do në e këti në fjallë që mon në lefi keq me në poshtë njëri tjetër. Pse mësë marë gjithë biznesmenat, të më dhejë të vejgjë si punë e genit, ka emisioni që i flasim, që i bëj punë mrekullueshëm, po duhet ma ullë njëri tjetër, duhet ma ngrit njëri tjetër, jeta ullin. Pra kjo nuk e di pse ndonë me në shqiptarë, dhe ne, thashë pse më tha, mërzitit, pse më tha rafa. Po një ndër arsye se hap kjo. Emisioni flasim, të shkojnë lartë dhe ma lartë, po që do këtë Dursaku, që do këtë Tiranzi, apo që do këtë Vrenjati, kjo është në vesë, në dukane. Një ndër arsyet që u hap kjo është për të bëu këtë, për t'i afruar njerëzit. Pse ne bëjmë dallime? Ne bëjmë dallime. Shqiptari i Kosovës ose shqiptari i Shqipërisë. Çfarë është kjo? Shqiptar. Unë para javë kisha probleme në klub me 4 kuksan. Se gëzmonin dhe bodyguardin e Kosovës. Jo i Kosovës, i kështu ishte mërzit. Të sheki mërzit në çfarë shqiptar Shqipërisë nga Kukësi. Çfarë than? Erdhën aty thanë dhe i Kosovës. A kishin ofenduar pak fjalë. Çdo gjë rregull. Edhe to gëzmoja dhe me jashari, jo ky, jo ai. Pa janë gjithkohë. Tash se da rregull, javën tjetër shkoj vetë punë me ata çuna në vend të Rusë. Na, si e ka lutë? Kush janë të çuna? Tash leje më ato si luaj. I la brenda. Edhe them ti shqiptarit Kosovës, që ka kohë që punoj më. U mërzite pak. Kur më bën dallimin fjalë shqiptari Kosovës, shqiptari Shqipërisë, I love Kosova man. Kosovarët e njerëz tanë, vëllezër dhe motra tona. Ai them ti bodyguardit të Kosovës ar duhet 100 shtete tash. Po më mosh më lefi diç ishin sjell shumë keq, jo njerëzore, naty respektu. Ato shkruaj tu i lënë mbrana. Pa lek, sa është me lek, fotosh pa lek, shqiptar, burim, futu pa lek. Edhe thash arbën tash duhet 100 shtete tash. Po e hem si thotë po. Anë dhe e thotë atë. Do mbyllat klapin dhe dilni. Kishin pip. Njëri shumë i zgjuar, po ana mu kthe këtej në pam njofti. Se diti që është kontrata ime më njoftë. Am drejt dorën i tha di jep Gendi është. Po kompania e Gendi. Edhe dhe dilin lëvizin. U treguan zgjut që dolen në kur edhe i thash ndalë një nga dhe thash. Nëse vini, ne i dum shqiptar, ne respektojmë shqiptar. Po ti lini këtë jo bodyguard i Kosovës, jo bodyguard i Shqipërisë.
Se ja, a pesi qiti kë Kosovar, i lash ma kuptu që qiske dhe kë, se kë zëtëri e kë Kosovar kë bo punën e vetë. Kështu që kur vjerë orari për talë ti duhet dalesh, si anglesë. Më falë në dhanë dorën të 4 dhe ike. Pra që ne bëjmë dalime, pëse ne bëjmë dalime, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malizi, që e ato? Po, kjo ka edhe disnivele, duhet jemi dhe realisht. Nuk duhet kjerë. Disnivele, kemi, to janë gjana, në fundit jemi shqiptarë. Gjelozi për njëri tjetrin s'duhet të kemi, ne kemi të theksuar. Si individin në rrisi mojat, shqiptarë dhe anglisë, flasë për të kur kam njëri, nuk di gjopet Italisë, e Greqisë, e të Amerikës, flasë të kuj e të gjithë që bëj vetë nësë njëri, ka në rritë mojat. Ke nga anës, ke nga qytetet ndryshme, që kanë biznesë, restorantat më të mirë, më të fuqishëm. Një nga të restorantet ke Bangun Millhill për shembull, restorant Bangun, që vejnë hajnë pi milionerët. Në restorant shqiptare, ma i mirë në zonën e Millhillit, që Millhilli rrethojnë milionera. Vërtet. Po s'ka milionerash. Fjallë shqiptarët kanë arrit. Gjelëzi jemi njëri tjetër shumë të theksuar. Nga ndodh kjo nuk e di. Po, me kohën, thamë mund që i rregullohet. Po, me kohën, inshallah bëhet mirë. Me rregullohet. Po, si do bëhet mirë? Do bëhet mirë duke ardhur në për emisione ndryshme, apo me emisione flasim, duhet vinë njerëzit, biznesmenët, sa do të vejgjë, po të mëdhej, po duhet vinë. Se ti më bëj gjatë mirë për komunitetin, duhet me respektu. Nuk duhet t'i gjeme dhe fjalë. Po përpiqem. Gendo, ku përshka sot? Më pëjtë në bëjkin emisione kë flasim. Pa, e në buri dhe se kam shekam pas shëtatje, fjallë të nuk duhet ndodhe. Po të ashtë i këto janë pranushme, me qenë njerëzit gjithë një lojë kështë hecë bota. LGD Security, në më vullnatare, e më që 4 për janë atë e këtë për lektat, më kuhin të rjëzën një vullnatare. Bine të samë një forë, kanë qenë edhe 20 bodyguarda civile, që po ndodhen diçka civili, po, të rëzëndorën e policisën e hecë. Pra, duhet të organizohemi më shumë edhe ne si komunitet. Për t'i vunë do pika mbi, për t'i vunë do pika. Kosova më duket i që ma regullë se në nga këto andë që më lidha me njëri. Prap, të ashtë i fillohet me nda Kosova të Shqipëri. Jo, të Kosovë, shqiptarë të Kosovës, nuk i nda të ludhëm. Po thëmë, më duket i që si ma të organizume se në që me ndaj. Edhe janë. Më duket i që ma të drejë se në. Kanë qenë edhe shtetë për para. Po më duket i që të më të mirë se në. Atë se di, atë e lenë. Jo, të themon, që e di, që punoj bodyguard për të mjapi punë e pasera. Kudo që më mëftojnë shqiptarë të Kosovës, shkojnë me kënaqësi më të madhe, zero shërë. Gento, ne paka shumë i thamë gjanat, dhe shumë të falendori pa mas që ishe pjesë e këtij episodi, desha një mesazh tatin për gjithë shqiptarët në Angli, ndaq për ato që i vinë, ndaq për ato që janë tash. Një mesazh ashtu si e nin Genti dhe qa mund të ushti një gjon taman konkrete që taman për shqiptarët. Besoni dhe në vetën e juj, përnoni sa ma shumë, se gjithë shka rritet më punë. Unë akto lesh i flasë, këj zotëri jem ka ta ku dje, unë i kam bo dje 2 punë, kam fillu 12 dite se kam rronë 5 mjesit. E vërtet. Kështu që besoni me vetje, nëse besoni me vetë gjithë shka rritet. Edhe punoni shumë, se pa punë nuk ka gjë. Shqiptarët jenë të mirë. I love Albanians. I love Albania. Kështu që shqiptarët janë ratë shumë punëtore, shumë zhjurë. Pra me një fjalë, ky është Gentian Dedej. Një shqiptar që ka shumë shqiptar punësu, përveç të tjerave që ka dhe shumë nacionalitetet tjera, ky është një djalë shumë pasionant, shumë i dashur, po edhe humanist në vetvete. Genti të falenderoj pa mas që ishe pjesë e këtij episodi, dhe je i ftuar sa herë që të kesh mundësi edhe kohë për ta thënë ashtu si e mendon ti dhe më pëlqen shumë që e thu troç. Ka një unë flasët e që ndje, ato të falenderoj shumë që bëhen pjesë e emisionit të flasim. Dhe shumë faleminderit. Edhe mos ndalo, po vazhdo. Se nëse vazhdo si GD Security do rritesh lart e më lart. Me shok e me miq mirë si punë GDs, por un kam shumë bindje që këtu do vinë shumë shqiptarë ke emision jota, do ty duhet shikoj lart e më lart. Shumë faleminderit. Se ti e meritos e burzët një. Faleminderit. Faleminderit. Me kaq e mbyllim.